E bojkotuan apo i injoroi? Deri tani asnjëra prej palëve nuk ka treguar arsyet publikisht, por fakti është se në iftarin e Edi Ramës, ku morën pjesë i gjithë trupi diplomatik, politikan dhe gazetar të njohur, të ardhur edhe nga jashtë vendit, kishte një mungesë të rëndësishme. Atje ishin vetëm një grusht klerikësh musliman në vend, përkatësisht kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë, që ishte më shumë një gjest protokollar, muftiu i Tiranës, si dhe imami i xhamisë Dina Hoxhës Ahmet Kalaja, i cili është i afërt me mjediset e mazhorancës, edhe si pasojë lidhjeve familjare me eksponent socialist. Ndërkohë një pjesë e rëndësishme u xhallarëve, përkatësisht imam të xhamive në Tiranë apo në vend, nuk u pa në filmimet apo fotot e shpërndara nga zyra mediatike e kryeministrit. Një prej klerikëve të njohur në publik, Justinian Topulli, shpërndau publikisht një shkrim ku fliste për këtë mungesë, duke e konsideruar si një qëndrim. Muslimanët e këtij vendi, sado që deri më sot mund të jenë të rrequr përhundësh, të paktën një pjesë e tyre, duke u joshur me akrobaci dhe me retorikën prej snobi të kryeministrit, sjelljet e tij të përshtira në krah të kriminalëve zionist e kanë damkosur atë tashmë keqjas mes këtij komuniteti. Sigurisht që edhe skandalet e korrupsionit në qeverisjen e tij kanë rolin e tyre, si tek të gjithë shqiptarët e tjerë, por qëndrimi i turpshëm i tij dhe i qeverisjes së tij ndaj gjenocidit në Gaza, që ka tejkaluar edhe neutralitetin, duke u bërë palë në miratim, kanë tronditur rënd marrëdhënien e tij me besimtarët musliman të kësaj toke, shkruan Topulli. Topulli është një klerik i angazhuar kundër autoriteteve në krye të komunitetit musliman të Shqipërisë dhe një përkrahës i deklaruar i qëndrimeve neo-otomane të Ankaras. Përveç klerikëve, në iftarin e Edi Ramës nuk ishin asnjë pjesë publicistësh dhe aktivistësh që prej vitesh janë angazhuar kundër qeverisë për çështjet që lidhen me marrëdhëniet me Izraelin dhe konfliktin në Gaza. Këta publicistë analistë që dalin vazhdimisht në televizione dhe kanë media të financuara nga rrjetet të lidhura me Erdoganin, vitet e shkuara kanë qenë pjesë e iftarit zyrtar të kryeministrit. Këtë herë munguan dhe mungesa duket se nuk ishte spontane, por kolektive. Thuajse i gjithë ky grup nuk u pa në eventin e organizuar nga Edi Rama dhe bashkëshortja e tij Linda Rama. Deri tani nuk ka një konfirmim të qartë nëse ishte Edi Rama që nuk i ka ftuar apo nëse ky grup e ka bojkotuar eventin. Megjithatë, gjasat janë që të kenë ndodhur të dyja. Rama mund të mos i ketë ftuar për treguar një qëndrim politik, por edhe për të shmangur një situatë ku ky grup mund ta bojkotonte publikisht eventin, duke e kthyer në një deklaratë politike. Fakti qëndron, siç thotë edhe vetë teologu Topulli në shkrimin e tij, marrëdhënieve flirtuese të Edi Ramës me muslimanët shqiptar, duket se po i vjen fundi. Grupi i ashtu quajtur erdoganist, i cili duhet thënë se nuk ka arritur të krijojë një ndikim të gjerë në masën e praktikantëve musliman në vend, gjithsesi e ka shpërsuar qëndrimin e tij edhe si pasojë e zhvillimeve në lindjen e mesme. Ky grup ka mbajtur një qëndrim të fortë pro-Iranit dhe ka sulmuar Izraelin, por edhe SBA-t, sipas disa vlerësimeve të agjencive ligjzbatuese, nëpërmjet mediave të tyre, po përhapen edhe lajme dezinformuese që burojnë nga propaganda e Teheranit, të cilat më pas amplifikohen nga rrjete të ndryshme konspiracioniste që kanë gjetur hapësirë në media. Këto narrativa nuk përhapen vetëm në Shqipëri, por në të gjithë Ballkanin. Interesant është fakti se kjo mjegull informative nuk shpërndahet vetëm nga rrjetet iraniane, por edhe nga media të lidhura me Ankaran, media turke, të cilat shpesh konsiderohen si pjesë e mekanizmave të influencës së politikës së jashtme turke. Janë burimi kryesor i këtyre narrativave, ku ndër më të përmendurat është edhe gazeta Yeni Shafak. Kjo media është shpesh referencë për rrjetet pro-erdoganiste në Shqipëri, për zhvillimet në Turqi dhe në lindjen e mesme.